Zhvillim ekonomik të kryeqytetit e ka premtuar kandidati i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për kryetar komune në Prishtinë, Beg Berisha, po që se siguron mandatin në zgjedhjet e 12 tetorit. Ai është dëtuar se do t'i hap 5 fabrika për riciklim e përpunim të drurit dhe ushqimit, si dhe do të krijojë zonë industriale për 100 biznese në kodrën e trimave. Apo dojmë zhvillim ekonomik. Kemi me i hap 5 fabrika nga riciklimi të druri e deri tek ushqimi e tekstili. Kemi me bo zonën industriale për 100 biznese në kodrën e trimave. Kemi me subvencionu 50 serra dhe 30 ferma. Kemi me bo një fond subvencionimi për 2 milion për të rinj. Kemi me ndërtu 7 tregje të reja dhe kemi me ndërtu tregjet ekzistuese. Do të bëjmë një Prishtinë që punon. Kandidati për kryetar të Gjelanit Nazim Gagica u zotua që ta vërë sportin në shërbim të edukimit, mirëqenjes dhe barazisë për fëmijët. Në këtë synim, ai premtoi që të siguroj hapësira sportive për të gjithë fëmijët dhe të rinjët. E kryetari i Rahovecit, Smail Latifi, që e synon edhe një mandat në këtë detyrë, ka premtuar se në qeverisjen e tij të ardhshme, prioritet do të jetë Krusha e Madhe. Krusha është simboli i dhimbjes, i sakrificës, i flijimit, i punës, i atë dashurisë, po edhe është tema më e madhe që unë kom në agjendën time dhe kam pasur edhe në të kaluar. Të dashur krushan, Krusha e Madhe ka edhe nivull të zhvillimit me tendencë të fuqizimit, të përhapjes, të shtrirjes, të rritjes, të konsolidimit në sektorin e përpunimit dhe prodhimet kruciale të cilat bëhen nga duart e arta të fermerëve tanë, ne do t'i përkrahim. Labinat Bislimi, që është kandidat për kryetar në Viti, është zotuar se në qeverisjen e tij do të jetë afër çdo biznesi e qytetarit të komunës. Do të jem edhe me ty. Edhe me ty do të jem. E Faton Jakupi, i cili kandidon për kryetar komune në Kameni, ka premtuar furnizim të rregullt me barna për pensionist dhe përgjigje të shpejtë në kërkesat për renovimin e objektit të pensionistëve.